Ndodhemi në rrugën magjistrale Kumanov-Shkup apo Shkup-Kumanov dhe më saktësisht në rajonin e komunës Likovës. Mbrapa nesh është deponia e cila është e parapar për komunën e Likovës për të hedhur mbeturinat. Ndërkaq, nuk e di se sa është parapar që këto mbeturina edhe të digjen. Vullnet, si shikon pamjen? Valon, mendoj që Të gjendje faktikisht. Mendoj që këta qenë që ndodhen këtu kanë vendosur që të bëjnë zgarë. Zgarë me ne. O zoti madh, për te shakave. Mund shikoni si është gjendja. Deponia e komunës së Likovës është, me thënë, në flak. Operatori mund të kthejë ndaj pamjen. Ja se si është gjendja aktuale. Pra, nuk e di deri ku mund të afrohemi pak, sepse ka edhe qenë, nuk e di nëse mund të na sulmojnë apo jo. Po, vullnet vetë po i afrojmë rrezikut të qenve. Ja, kjo është gjendja. Afrohemi edhe pak më andaj taf, mundet? Nuk ke frikë vlla, ha? Shkojmë pak më andaj. Ja, kjo është gjendja aktuale. Nuk e di se në çfarë rreziku po përballemi në këto momente. Jo vetëm nga qenë, po edhe nga Çka mos aty dhe sapo dëgjova një frisë aty do të një. Hajde, se ska. Ska diçka për të përfiksuar, po vetëm është ideja taf, atafa vetëm me zoom na afrohet. S'ka gjë, rregull valla. Hajde. Ideja është që nuk e dim se çfarë rreziku po përballemi për vetë faktin që ka lloj-lloj mbeturinash dhe nuk e dihet se çfarë helmi mund të lëshojnë në rast të djegjes siç është tani. Shkojmë lloj-lloj qensh me lloj smundjesh. Duket. Paktën atje mund të bëj një zoom, po. Edhe të bardhë dhe të zinë, Valon. Qenj, edhe të bardhë dhe të zinë. Kjo është gjendja aktuale. Le të shohim edhe pjesën tjetër të mbeturinave të cilat janë hedhur përpos deponisë që dihet se ku duhet të hidhen. Ka edhe shumë mbeturina të cilat janë hedhur përtej deponisë. Me thënë, nuk e di nëse komuna le dhe aty, apo janë qytetarët, mund të jenë edhe qytetarët cilët lejnë kështu qese të vogla këtej, por ama nuk e di se sa është normale, nuk duket jetë normale. Ja edhe këtu pampersat, vullnet e ke vënë re? Në një vend që ka mbeturina po s'pati pampersa, zëri se nuk konsiderohen si. Quhet deponi. Ka janë këto pampersa ato. Gjithandaj, Valon, Me thënë, pampersa. kjo është pjesa në tym komplet zona, edhe është një erë tepër e keqe. Pos kësajt, ne do shkojmë edhe më poshtë, xhirojmë pjesë të tjera të cilat ka mbeturina apo hedhje mbeturinash edhe jashta deponisë. Le të shkojmë dhe të shohim gjendjen. Normalisht ne do e komentojmë aq sa mund ta komentojmë. Do ngelet edhe ju për të parë dhe për të vlerësuar vetë. Shkojmë? Siç paralajmëruam. Ja. Me thënë, shqetësimi sa vjen e rritet. Mund ta kem mikrofonin, faleminderit. Shqetësimi sa vjen dhe rritet. Ja, nga këtu duken atje deponia që i është vënë flaka dhe ky është shqetësim tjetër pastaj me vete që rrezikon komplet rrugën ta shtrojnë me mbeturina. Nuk janë vetëm këto. Janë edhe ca që xhiruam rrugës, janë edhe pjesa tjetër aty, te cilat do shkojmë tani për pak. Pra vazhdojmë tek pjesa tjetër atje. Ja ku është. Do thënë kështu është komplet zona. Kështu është komplet zona. Ja, edhe gomë makina. Kështu është, do të thënë, ka përpos mbeturinave ka edhe mbetje incinerara, ku di unë, qa s'ka këtu. Qa nuk ka. Mjete pune të panevojshme, ja. Ka edhe materiale ndërtimore. Valon që tu koka ndo tesha, apo ki ftoft? Këtu pas ka rroba dimri. Ja, mos e kthej shpinën kamerës. Ja, rroba dimri, pas ka një poç elektrik. Kanë hedhur idet. Ja, idet që kanë pasur i kanë hedhur këtu. I djegur që ka. Thash ta marrë shtëpi, ndrojnë të i dritë shtëpia. Ja si është, ja pampersat, edhe këtu si duket i kanë vënë flakën. Një pjesë. Përshëndetje, si jeni? Mirë, ju si jeni? Mirë, faleminderit.
Si jeni? Eni mirë? Si jeni? Eni mirë? Atër t'ju pyes në lidhje me vënien flakës së deponisë, si e komentoni? Po komuna e Likovës jep, nuk jep tjetër kush. Atë shka e derdhën, punëtorët e komunës. Komuna e di komuna, se bëpi se lipët me prun bagerin me qëstatë çdo ditë me pasru. Ato e fugën, o zotri, kena pa me stitë të të. Komuna e Likovës i hedh atje. Por ama për djegjen. E në djegjen ajo e banë. Se mujtet me rujtën, nuk ka një ditë. 99% ajo e banë, 99%. A ndodh shpesh që digjet ti vet flaka kësaj deponie? Kur s'nalet. 99% e kinë ndezur. Kur s'nalet, për 1%. 99% rasteve thoni është i ndezur. Gjithnjë është e ndezur, veç 1% mujtet që më... Keni 2 ditë, 3 ditë nuk është e kalta, cëllë muj është i kalta. Edhe atë në... Një shi, e shivi. Nalët shivi kjo ndezër, se ato vetë i gjegin, se ka, qëse shka gjegën në pak uhot, mos me prun bagerin me shti. Vetë ato e kallën. Nuk e kallë kurkush, aso as ti. Se nera të shotë tërlonësin atë këtu. A jeni këtu të fshatit për? Po, tërlonë. A mund na thoni, keni ndonjë shqetësim tek shtëpiat e juaja në krahasim me? Shka i të folë bebac? Po veç me na dalë mend, shka i të menu? E di shka të thotë ti zgzon me fletën 45 verës në zetë, ti zgzon me qilë gjomët. Se helmosh. Jeni rakeqe. Kena njerëz me haos me shkanë smut, e di që ikin jashtë katunit kur vëjnë të poshtë, kur e bre era të poshtë. Se ma shumë e shumë tërma era, po kur e bre të poshtë ikin për katunit, shkojnë dikon. Qatë që a i hazra me hasën me në plus kjo, shka të rrëmë për atë. Kemi kujdes, mos na shtypi kjo kamioni. Taf, qëfse ne ikim vlla, do t'ikesh edhe ti, se shtyp kamioni. Nuk bën hesap. Ti vërtet s'dukesh në kamera vlla, po jem mbrapa kamerave. S'mundemi pa. Që po thonim, po okej, t'japim çik shpejt te kjo pjesa tjetër, që mos të ngelemi me bisedash të tepërta, t'japim pak dinamik. Ja, këtu valon qend. Këte kam shumë për zemër. Mos të shqetësojmë. Mos të shqetësojmë. Shiko. Ka, me thënë ka edhe qenë të djegur nëse nuk gaboj, a shiko si. Ja, është putër e qenit, mund ta afroj kameramani, është qenë... Qa është kjo buri? Sari do të daloj? Apo është në i kafsh tjetër? Po më qenë duket është. Po qenë është. Qenë është. Me thënë është i hedhur tu, i kalbur, i djegur madje. Nuk i djetë e qas mundjesh, kjo është gjendja. Tu pas ka një gomë nga jo lavatriqës duhet jetë. Kjo është kazani i lavatriqës. Gjërët nga shtëpia. Po. Ja dhe shqetësimi tjetër, pra kjo është nga mbetjet ndërtimore që janë. Të paktën kjo nuk vjen erë, valla, nuk ka erë. Në secilën pjesë që po ndalemi të shohemi, po shoh kështu të rrymës, fshesa. A, fshesa të rrymës? Po. Fshesa... Këto do fillojnë edhe pak vetë të pastrojnë këtë deponin. Këto fshesa dhe korrenti, këto, mire ke, këtu më ke pëlqyer vullnet, këto edhe pak do fillojnë vetë do i pastrojnë deponin, vetëm ka një mangësi të vogël. I lusim institucionet kompetente, relevante që të vendosin energji elektrike këtë drita në këtë zonë. Po këta janë bio, valon, mbushen me ajër, nga dielli ndoshta mbushen. Po, janë kështu me solaret. Po, se këtu lart nuk ka mjegull. Si sa ka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sopa. Këto vlla sikur ka pas ndonjë servis që si janë dashur me këto. E sikur të ketë hedhur ndonjë servis. Kjo është gjendja. Të mos zgjatim më shumë, si duket edhe këtu janë djegur më herët mbeturinat, me qenë se janë të djegur drunjt. Kështu vetë ju nuk besoj që janë djegur, pos flaka mund t'i bëj ashtu. Edhe zona tjera të cilat mund t'jenë rreth e përqark, pak më herët, pak më vonë, se sa të arishte deponia. Kjo është gjendja aktuale. Ne normalisht nga këtu... Shiko që ka këtu. Vullnet edhe këtë desha ta komentoj. Ja, mund ta kapi. Mos e kap me dorë. Jo, se kapi me dorë. Ta kështu për sultijash. Do hapë sultijash, Për më tepër detaje, ne do të shkojmë që të komunikojmë edhe me institucionet tjera relevante. Me qa? Me ashtu, po pra, ato po them. Ka një servis me tasa sultijash. Jo vetëm tasat. Okej, atër, letikim. Kjo ishte ajo që na përshëndesin njerëzit. Kjo ishte ajo çfarë dëshëm ne të pasqyrojmë në pika të shkurta. Persona që jetojnë këtë zonë, ose që
ecin në për të rrugë, kalojnë këtë zonë, qofshin Kumanovara apo Shkupjan, të cilët ndoshta më shpesh ju bëj rruga këtej. Unë sot ndoshta është e treta herë gjithë jetën time. Ato e din akoma më mirë gjendjen e kësaj zone dhe shqetësimet që mund t'i kenë apo sfidat. Valon na mbyti era këtu. Tikim? Tikim.